SBA-ti kanë sinjalizuar presidentit Volodymyr Zelensky se Ukraina duhet pranojë një kornizë të artuar nga Washingtoni për të dhënë fund luftës me Rusinë. Korniza propozon që Kievi të heqëdorë në një pjesë të territorit të saj dhe disa armë, thotë agjencia e lajmeve Reuters. Burimet të cilat kërkuan të mos identifikoheshin për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, thanë për Reuters se propozimet përfshinin ndër të tjera uljen e madhësisë së forcave të armatuara të Ukrainës. Një plan i tillë do të përfaqësonte një pengesë të madhe për Kievin, ndërsa përballet me përfitimet mëtejshme territoriale ruse në Ukrainën ndimdore dhe me Zelensky që po përballet me skandal korrupsioni, i cili të mërkurëm pa parlamentin të shkarkonte ministrat e energjisë dhe të drejtësisë. Shtëpia e Bardhë refuzoi të komentonte për këtë çështje. Departamenti i Shtetit i SBA-s nuk das një koment të menjëhershëm. Zyrtari i lartë Ukrainas i tha më parë Reuters se Kievi kishte marrë sinjale në lidhje me nisur propozimesh të SBA-s për të dhënë fund luftës që Washingtoni ka diskutuar me Rusinë. Ukraina nuk ka pasur asnjë rol në përgatitjen e propozimeve, tha Burimi.